kur ndryshon energjinë tënde, ajo energji prek edhe njerëzit rreth teje. Dje mora një mesazh në grupin e akademisë që vërtet më preku shumë thellë. Një nanë shkroi se prej 6 vitesh vajza e saj ishte e smur. 6 vite spitale, 6 vite dhimbje, 6 vite lot, frikë dhe net pa qom. Edhe djali i saj kish kalu për 8 muaj 2 operacione. Si çdo nanë mundoi të ishte fort për fëmijën e saj, edhe kur brenda vetes po thyej. Më shkroi se kishte lexuar libra, kishte parë video dhe kishte kërkuar përgjigje gjithandej. Pastaj një ditë dëgjoi këngën e Rilind dhe vendosi të bëhej pjesë e akademisë. Vetëm 15 ditë më vonë, gjatë meditimit mramjes, vajza e saj u afrua dhe i tha: "Mami, sot jam më mirë." Kur i lexova ato fjalë më moshën syt me lot, sepse vetëm një nanë e din çfarë peshe kanë ato fjalë mas 6 viteve sfida. Dhe po atë ditë mori edhe lajmin se djalit po i rikthei funksionin normal i dorës mas operacionit. Shpesh njerëzit mendojnë se po punojnë vetëm për veten, me ndryshu veten. Por nuk është ashtu, kur një nanë e gjen paqen, e ndjen krejt familja, kur lirosh nga frika, nga ankthi, nga dhimbja, ndryshon energjia që ti e sjell në shtëpi. Dhe shumë herë ai ndryshim fillon të reflektohet te njerëzit që i don ti mas shumë ti. Kjo është arsyeja pse na e bojmë këta. Jo sepse na premtojnë mrekulli, edhe pse po ndodhin mrekulli çdo ditë, por sepse kur një njeri fillon të gjej paqen, gjej shpresë, dashuri, dritë brenda vetes, fillon të ndryshojnë gjërat që dikur dukeshin të pamundura. Dhe nga një herë një fjali e vetme: "Mami, sot jam më mirë", vlen më shumë se çdo pasuri e botës, njerëz. Nëse edhe ti po kalon një periudhë vështirë, më shkruaj privat, me trego se me çfarë po sfidohesh dhe ta shikojmë së bashku. Ky është fillimi i ndryshimit që po pret.